Vllaznia është dorëzuar në Loroboriçi teksa ka qenë Dinamo ajo që ka siguruar biletën për finalen e Kupës së Shqipërisë. Pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë, blut e kryeqytetit arritën një fitore 1-0 përballë kuqebluve në gjysmëfinalen e kthimit për të vazhduar më tej aventurën në këtë kompeticion. Pas një pjese të parë pa gola, ndeshja u vendos në minutën e 76 nga një gol i shënuar nga Bregu, i cili përfitoi nga një top i kthyer nga mbrojtja e tij për të bërë gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Përpjekjet e skuadrës shkodrane nuk munguan deri në fund, por rezultati mbeti i pandryshuar. Pas ndeshjes, trajneri i vllaznisë Edi Martini tha se futbollistët e tij luajtën mirë dhe krijuan raste, por shtoi që pas kësaj humbje duhet të ecin përpara, sepse i pret një ndeshje mjaft e vështirë të hënën në Elbasan. I papritur. Kjo ndeshje që zgjidhen me një gol. Më vjen keq sepse djemt luajtën mirë. Kriju në raste, duhet i shfrytëzoshim. Them që në total, kur kanë ndeshje shumë më mirë e jo nëse e tyne, dhe minut 30, kena kanë shumë superior që rekoshin e pjesë parë, ato e rriten për parë raste, për me përjashtim një rastit, ne kishim shumë raste në pjesën e parë. Pjesën e dytë e filluam me i marrë shumë tepër, luajtëm më mirë, po atë me rastet tona. I humbë, aja është e pa falshme. Duke shënu, duke kanë port, hash një kundërsulm tillë, është gjëna. Më vjen keq për djemë, më vjen keq për tifozët që ishin në stadium. Duhet ecim para, ne është shumë të rëndësishme të hanin. Dinamo kalon në finale ku do të gjejë Egnatian.